Me lejen e Zotit fuqiplot, sot inshallah do të flasim për vlerën e diturisë. Ç'është dituria në Islam? Çfarë konceptesh përfitojmë nga dituria dhe cilët janë burimet e diturisë islame. Kemi ajetin kuranor ku Allahu i Madhërisëm thot: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Thuaj, a janë njësoj ata që din dhe ata që nuk din? Allahu i Madhërisëm po jep një shembull, duke sjell një krahasim mes njerëzve të ditur dhe njerëzve jo të ditur. Përse? Sepse dituria të ndryqon. Dhe derisa ka dallim, do thotë që nëse nuk mëson dituri, nëse nuk je i mësuar, nuk je i lexuar, do thotë që ndriçimi yt është shumë i pakët. Sa më shumë të mësosh, aq më shumë ndriçohesh. Ndërkohë, në një ajet tjetër kuranor, Allahu xhelle xhelalu thot: "Yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu xhelle xhelalu i ngre lart ata cilët kanë besuar dhe ju është dhënë dituria. Shikoj, dëgjoni me vëmendje se është shumë e rëndësishme. Fillimisht, Allahu xhelle xhelalu kur tregon raportin mes besimtarëve dhe jo besimtarëve, besimtarët që i besojnë Zotit duhet që ndrojnë lart. Por këta besimtarë që i besojnë Allahut të Madhërisëm vazhdojnë të ngriten lart nëse atyre ju është dhënë dituria. Çfarë kuptojmë nga kjo? Që nëse nuk don Zoti ta bëj kismet, ti nuk do mësosh. Lodhu sa duash. A është dhurat pra prej Zotit, është mirësi dhe begati prej Allahut xhelle xhelalu që të bëri të dish diçka më shumë, të studiosh, të lexosh, të mësosh diçka më shumë. E nëse bëhesh i dishëm, bëhesh dietar, atëherë kjo është pastaj vlerë mbi vlerat. Në një ajet tjetër, Allahu i Madhërisëm thot: "Wa qur rabbi zidni ilma." Thuaj, Zoti im, shtoma diturinë. Zoti im, më bëj ti më i ditur, di diçka, më bëj të di akoma më shumë. Në këtë ajet kuranor, Allahu don të na tregojë se burimi i diturisë është Zoti. Nëse nuk do ai, ti nuk mund të studiosh. Nëse nuk do ai, ti nuk mund të bëhesh i ditur. Dhe jo vetëm kaq, por sado që të lexosh dhe të mësosh, duhet prapë ti lutesh Zotit që të shtojë diturinë. E pse duhet shtohet dituria? Sepse dituria është një det që nuk i gjendet bregu. Mëso sa duash, ti prap do të ngelin shumë gjëra të tjera, të cilat nuk mund t'i mësosh dot ose nuk i arrin dot. Në një ajet tjetër Allahu xhelle xhelalu thot: "Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u." Vërtet Allahun e kanë frikë njerëzit e dishëm. Që do thot, nëpërmjet diturisë ti arrin sinqeritetin. Nëpërmjet diturisë ti arrin të njohësh Zotin. Nëpërmjet diturisë ti arrin të kuptosh çfarë don Zoti prej teje. Pra nëpërmjet diturisë ti din se ku je dhe çfarë kërkohet prej teje. Nëpërmjet diturisë ti adhuron Zotin dhe realizon urdhrat e Allahut xhelle xhelalu. Nëpërmjet diturisë ti meriton xhenetin. Janë gjitha analiza që dalin nga argumentimet kuranore. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u, dhe fundit që nëpërmjet diturisë ti mëson si ta kesh frikë Zotin. Tani, ka plot njerëz që janë të dishëm, por nuk e kanë frikë Zotin. Do të thotë që ata s'kanë mësuar dhe s'kanë studiu, ata njerëz kanë informacion, por problemi është se është ndryshe të marrësh një informacion të bollshëm dhe ndryshe është të menaxhosh vetveten dhe vendin, rrethanat ku ti jeton, ma dituri që ke mësuar dhe ta kuptosh atë informacion që ke mësuar. Tjetër gjë ta kuptosh. Dhe sa më shumë të kuptosh, aq më shumë do të vëresh që je nevojtar për Allahun që të krijoi dhe për rrjedhoi, duhet kthehesh tek Zoti. Dhe nëse ne e njohim Zotin, dhe çfarë kërkon prej nesh, do kthehemi me sinqeritet, do kthehemi me devotshmëri. Prandaj vjen ajeti ku thot: "Inna ma yakhsha Allaha min ibadihi el-ulama", vërtet ata që e kanë frikë Zotin,
janë njerëzit e ditur. Pra, nëpërmjet diturisë ti mund të arrish sinqeritetin, mund të arrish dhe devotshmërinë të Allahu xhelle xhelalu. Kemi një transmetim në Sahihun e Muslimit nga Ebu Huraira, i cili përcjell se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men salaka tariqan", kush del në rrugë, kush del në rrugtim. Për çfarë? Yeltamisu fihi ilman, që të mësoj një dituri. Nuk të thot të mësoj gjithë diturinë, thot ilman, një dituri prej diturive. Pra, ti dole sot nga shtëpia, thjesht të dëgjosh një ajet kuranor dhe komentimin e atij ajeti, ose të dëgjosh një hadith profetik dhe të kuptosh domethënien e hadithit profetik, vetëm kaq, dhe jo të gjithë diturinë. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sahhalallahu lahu bihi at-tariqa ila al-jannah. Kush del në rrugë, kush del nga shtëpia, thjesht një rrugtim, i shkurtër apo i gjatë qoftë, në mënyrë që të mësoj diçka prej diturisë, një dituri të vetëm, një mesele të vetme, Allahu do t'i lehtësojë rrugën për xhenet. Por nëse del 2 herë, 2 fish ta lehtëson rrugën. Por nëse ti mëson 100 hadithe për 100 herë ta ka lehtësuar rrugën. Por nëse ti mëson 1000 hadithe për mendsh, por nëse mëson 1000 ajete për mendsh, por nëse ti shikon domethënien dhe tefsirin dhe komentimin dhe interpretimin atyre teksteve kuranore dhe haditheve profetike, atëherë ti do të jesh në rrugë Zotit në çdo minutë, në çdo sekond, në çdo moment, në çdo frymëmarrje që ti ke qëllimin për të mësuar diçka të mirë. Mirë, po këtu ne bëjmë një pyetje. A jemi ne nga ata që janë të gatshëm dhe kanë bërë një që sa herë kanë hapësirë dhe mundësi duhet mësojnë diçka, duhet përfitojnë diçka? Kjo është një pyetje që secili ja jep vetvetes tij, por unë shpjegoj dhe sqaroj diçka me rëndësi. Mos mendo se je i zënë, mos mendo se nuk e hapësirë, mos mendo se nuk e mundësi, mos mendo se je i ngushtuar, mos mendo se s'ka kohë për ty. Të gjithë kanë mundësi të mësojnë. Pikërisht për këtë ka ardhur hadithi. Kush del në rrugë, kush del prej shtëpie të mësoj një dituri, të mësoj një mesele, të mësoj diçka prej diturisë, dhe nuk thot me mësu gjithë diturinë. Pra, ky hadith po tregon që rruga për xhenet do të lehtësohet për çdo që nuk e ka njëtin të bëhet dietar. Pra xheneti nuk është vetëm për dietarët. Nuk është vetëm për devotshmit, por është edhe për gabimtarët, të cilët e gjejnë ditën, kthjellohen dhe të reflektojnë për t'u kthyer te Zoti. Dhe një nga rrugët, një nga mënyrat që njeriu kthehet tek Zoti, të mësoj diçka që nuk e dinte. Të mësoj të qartësoj një mesele që e kishte jo të qartë. Të kuptoj një ajet kuranor që nuk e kuptonte më parë. Të mësoj një hadith profetik që është i shkurtër, nuk është shumë i gjatë dhe nuk është shumë i vështirë. Kaq. Për këtë thot hadithi, dhe ty do të lehtësohet rruga për në xhenet, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kemi një hadith interesant që e transmeton Imam Tabarani në Mu'gjemin e Madh nga Safwan ibn Assal, njëri nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili thot: "Etaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa huwa muttaki'un fil masjidi wa lahu burdun ahmar." Unë shkova në xhami tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e gjeta të ulur dhe kishte veshur një pelerin të kuqe. Dhe i thot: "Ja Rasulullah, jitu atlubu al-ilma", o i dërguami i Allahut, kam ardhur të kërkoj diturinë. Si i tha pejgamberi: "Marhaban bi talibil ilmi", mirë se vjen o kërkues i dijes. Mirë se vjen o nxënës i dijes. Shikoni çfarë etike dhe edukate kishin nxënësit asaj kohe dhe çfarë etike dhe edukate kishte mësuesi më i mirë i njerëzimit. Dhe i thot: "Marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilmi latahuffuhu al malaika." Nxënësin e dijes, kërkuesin që kërkon dituri, e rrethojnë, thot, melekët wa tudhilluhu, dhe i rrin përsipër me flatrat e tyre, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Thumma yarkabu ba'duhum ba'dan ila sama'i dunya li hubbihim li talibil ilmi." Dhe pastaj këta melek që i rrinë sipër për me erujt ose për me tregu vlerën e këtij, thot, ngjiten sipër njëri tjetrit derisa arrin në qiellin e dynjas nga dashuria që kanë këta melek për kërkuesin e diturisë. Kështu thot hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dëgjoni këtë hadithin tjetër
që e transmeton Ibn Majah në Sunenin e tij nga Abu Huraira, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Men ja'a masjidi hadha lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah." Kush vjen në këtë xhami dhe nuk ka qëllim tjetër, vetëm se një të mirë ta mësoj, ose nëse e din vetë t'ja japi të tjerëve, ai do të shënohet tek Zoti sikur luftëtari që lufton në rrugt të Allahut. Pra, i gjysore, ore 5 minuta, erdhe në xhami për me dëgju diçka, do të shënohesh sikur personi i cili lufton në rrugt të Allahut. Përse? Sepse vetëm nëpërmjet diturisë ti mund ta mbrosh fenë e Zotit. Vetëm nëpërmjet diturisë ti e kupton fenë e Zotit. Nëpërmjet diturisë ti i fton tjerët në rrugë të Zotit. Nëpërmjet diturisë ti qartësohesh tek rruga jote për tek Zoti e mandej për tek xheneti. Kjo është dituria, por është diçka shumë e rëndësishme. Nuk ka gjë më të madhe pas besimit se sa dituria. Madje dituria është më e rëndësishme se vetë besimi në një këndvështrim tjetër. E dini pse? Sepse pa dituri ne skuptojmë ç'është besimi. Pra dituria na bën ne dim se ç'është besimi. Dituria na tregon se çfarë është Zoti, se kush është Zoti, cilat janë cilësitë e Allahut xhelle xhelalu. Kemi një hadith interesant që e transmeton Muslimi nga Abu Huraira, ku thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha mata ibnu Adam", kur të vdes thot biri i Ademit, "inqata'a anhu 'amaluhu", puna e tij do të ndërpritet. Aleikum selam. Puna e tij ndërpritet, nuk ka më punë. Illa min thalath, përveç 3 punëve. Vdes njeriu, çdo gjë që ka pas në jetën e kësaj bote ndërpritet. Çfarë do ta ketë vazhdueshme edhe pas vdekjes? Vetëm 3, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë. Le të shikojmë se është shumë e rëndësishme. Thot sadaqatin jariyah, një sadaka që është dhënë me njëtin e lëmoshës vazhdueshme, në cilën pra kemi 2 lloje sadakash. Sadaka që jepet dhe për një kohë mbaron sevapi, aq ishte, për shembull, gjetet dikë që s'kishe bukë të ha dhe ti i dhe një darkë, një drek, i dhe një diçka, ai i hëngri, u ngop, elhamdulillah mori sa sevape. Sa do shkojnë sevapet, ai sa mbaroi gjithë ai proces, aq ishin sevapet. Çështja e sadakas vazhdueshme është kur ti i mëson tjetrit si të fali namazin, si të agjëroj, si të këndoj Fatihan, atëherë nuk mbaron sevapi derisa të mbarojë ai njeri. Pra është i vazhdueshëm 70 vjet, është i vazhdueshëm 100 vjet. Kjo lloj sadakaje, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të vazhdojë me të, kjo e vazhdueshme, do të vazhdojë edhe pas vdekjes. Ti ke vdek, por punët që ke lënë në dynja vazhdojnë sevapet vinë edhe në ahiretin tënd ku ke shku. Kjo është e para. E dyta, au ilmin yuntafa'u bihi, dituria nëpërmjet të cilës përfitojnë të tjerat. Çfarë do thot dituri? Ka ardhur në transmetime të tjera. Një mushaf ti e blen këtë mushafin me parë, lexon vet ose ke bler 2 dhe e jep dikujt me emanet. Po ta jap dhurat këtë mushafin që sa herë të lexosh Kur'an do të bësh hatme, të lexosh nga ky mushafi. Dhe e merr dhe gjithmonë lexon nga mushafi që e ke bleti. Po sa bën kjo? Kjo mund të bëj 5 euro, 10 euro, çajin ato asgjë, për 70 vjet sevape që do marrësh ti. Por mund vdesi ai ndoshta e lën çunit vet, e lën nipit vet, edhe mushafi vazhdon. Nëse do përdoret mirë, ky mushaf shkon 200 vjet, shkon 300 vjet e kështu me radhë. Kjo quhet, domethënë, sadaka xharie nëpërmjet, jo thjesht sadakas ndihmës, por nëpërmjet diturisë. Ashtu lën dhe një libër, një abetare, një libër hadithi, një libër koment Kuranit, dhe sa herë që mësojnë studentët nga ajo dituri që ti ke lënë ti sepse ke qenë i ditur, apo ti e bërë shkak me pasurinë tënde që tjerët të mësojnë, e rëndësishme është ke lënë një dituri që njerëz përfitojnë, sevapet do të vinë me ty edhe pas vdekjes. O waladin salihin yad'u lahu, ose një djalë ose një fëmijë i mirë që lutet për ta. Pra, ne do vdesim që të gjithë dhe do lejmë inshallah pasardhës. Po këtyre pasardhësve ne i kemi thënë që shiko, unë për babën dhe për nanën time, unë bëj lutje dhe i e fikson që kur të vdes unë, ai do bëj për mua. Pastaj kur të vdesi ai,
çuni aty do bëj për këtë, e kështu me radhë. Nëse e ndërgjegjson fëmijën në këtë formë, atëherë kur të shkosh në ahiret, ai fëmijë do lutet për ty. Sa herë lutet për ty, aq herë të shkojnë në sevapet. Sevapet e lutjes i mana i vet dhe sevapet që ai është fëmia jote dhe lutet për ty, do të vazhdojnë vazhdimisht sa të jetë gjallë ai fëmijë. Tani kemi një hadith shumë interesant dhe ky hadithi te Tabarani, gjithashtu tek Hakimi dhe Shu'ab al-Iman te Imam al-Bayhaqi, thot pejgamberi alayhi salatu selam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibada. Vlera e diturisë është më e madhe tek Zoti se sa vlera e adhurimit. Si është kjo çështje? Vlera e diturisë është më e madhe te Allahu se sa vlera e adhurimit. Që do të thotë, ne e falem namazin farz që ishte akşami. Pastaj inshallah do falim yatsin, edhe kështu namazet farze. Mes namazeve farze është më mirë të falësh rekate namaz vullnetar apo të ulesh dhe të mësosh diçka. Ka thot pejgamberi pra, fadlul ilmi khairun min fadlil ibada. Vlera e diturisë është më e madhe tek Zoti, pra ka më shumë sevabe se vlera e diturisë. Përse? Marrim një person që kaloi gjithë natën në zgjut, dikush duke fal namaz natë dhe dikush duke mësu. Ky që mëson, edhe mund t'i fali 2 rekate, kurse ky që fali 10 rekate për shembull, ose 11, çfarë do ndodhi me të? Do lodhe, do knoj bekaren, Allahu e shpërblev sevape sa dush, por ai ka bërë dobi vetvetes vet. Kurse ai që mëson, për te vetvetes do bëj dobi dhe të tjerëve. Për atë dituri që ka mësu, do i japi dituri, do ketë vlerë edhe të tjerët. Dhe në këtë formë çfarë ndodh? Ky është i dobishëm më shumë se personi i cili adhuron Zotin, por dobia është vetëm për vetveten e tij. Ndërkohë, në një hadith tjetër të Suneni Imam Tirmidhiut nga Abi Umame al-Bahili, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna Allaha, dëgjoni me vëmendje, inna Allaha wa malaikatahu, vërtet Allahu bashkë me melekët e tij, wa ahles samawati wal ard, banorët e hapësirave qiellore dhe krijesat në tokë përveç gjinëve dhe njerëzve, pra krijesat të tjera din Zoti se cilat janë ato krijesa që bëjnë këtë punë, pra Allahu vetë me melekët, banorët e hapësirave qiellore, ashtu dhe krijesat në tokë, hatta namlata fi juhriha, deri dhe milingona thot në strofkullën e vogël që ajo ka, wa hatta al-huta, dhe deri peshqit në det, le yusalluna ala muallimin nasil khair. Bëjnë lutje për atë që i mëson të mirën të tjerëve. Ky është hadithi tani për më tregu madhështinë e një personi që mëson diçka dhe irhamukallah, mëson diçka dhe atë që mëson u jep të tjerëve. Vet Allahu bashkë me melekët, banorët e hapësirave qiellore që vetëm Zoti di se jo miliarde për trilione dhe pa numërim janë ata ose ato krijesa, edhe peshqit në det i luten Allahut. Në një transmetim tjetër, lutja është kërkojnë istighfar. O Zot fale, o Zot mëshiroje, o Zot fale, o Zot mëshiroje, dhe lutjet e tjera domethënë përveç faljes dhe mëshirës. Kemi hadithin tjetër të Abu Darda, të Abu Davudi dhe të Tirmidhiu, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, men salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna. Kush del në rrugë për të del pra nga shtëpia për me mësu dituri, Allahu do t'i lehtësoj rrugën e tij për në xhennet. Ky hadith është i ngjashëm me hadithin që na ka lojë nga Abu Huraira, për hadith tjetër, siç e thot, wa innal malaikata, dhe vërtet melekët, la tada'u ajnihataha li talibil ilmi, flatret e tyre vendosin thot si për nxënësit të dijes, kërkuesit të dijes. Ridan bima yasna, të kënaqur thot me atë punë që është duke bërë ky student, pra për duke kërku diturinë. Wa innal alima la yastaghfir lahu, vërtet për njeriu e ditur, për dietarin, kërkojnë falje për të men fis samawati wa men fil ard, çfarë ka në qiell dhe çfarë ka në tokë, hatta al-hitan fil ma, deri dhe peshqit në det. Pastaj thot, wa fadlu al-alim ala al-abidi, vlera dietarit kundrejt atij personit që është
adhurues, ke fadlil qamari ala sairil kawakib, është si kur vlera që ka hëna që ndryshon në raport me yjet e tjera. Hëna shumë e vogël në krahasim me shumë yje gjigant që janë më të mëdha se hëna, por për ne në tokë, kur shikojmë hënën që na ndryshon, ajo e zbukuron qiellin ton. Kurse yjet që janë më larg janë më të zbetë se sa hëna. Atë ndriçim dhe atë vlerë që ka hëna për ne, ashtu dhe tek Zoti do të jesh më i ndriçuar dhe më i afër dhe më shumë sevape personi që ka mësuar dituri nga personi që thjesht adhuron Allahun xhelle xhelalu. Ai është njëri i mirë, don të adhurojë Zotin, është i sinqert, por nuk mëson dituri. Mjaftohet me pak. Jo, ai që mëson dituri është më i dashur te Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa innal ulama warathatul anbiya, vërtet dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, vërtet profetët nuk kanë trashëguar ar dhe as argjend, por kanë trashëguar, domethënë, diturinë. Kush merr diturinë ka marrë një hise të madhe, ka marrë një hise të merituar, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, që do të thotë, shiko, unë du të bëhem i pasur, du të punojmë, du të kem shumë rrezik, du të kem mirëqenie, plotësisht dakord. Por mos harro se do të lodhesh për një mirëqenie të vogël, pastaj do lodhesh për një mirëqenie të vogël, ngjojeni me vëmendje. Nuk ka mirëqenie më të mirë në jetën e kësaj bote se sa rehatia shpirtërore. Nuk ka mirëqenie më të mirë dhe jetë më të rehatshme kur ti je i paqshëm me shpirtin tënd, je rahat me shpirtin tënd, flen rahat dhe nëse ke pak për të ngrënë, por je rahat nga brendësia jote, nga jo dituri që të jep Zoti, alaykum selam, dhe nga ai adhurim që me cilin ti adhuron Allahun xhelle xhelalu. Ky është i pasur i vërtet. A nëse ta bën Zoti kismet që edhe të studiosh, edhe të mësosh, edhe të jesh i ditur, por edhe të jesh i pasur, domethënë është vlerë mbi vlerë, por thjesht unë do lodhem gjithë jetën tim që të haj diçka më të mirë, edhe pastaj nuk di se ku kam shpirtin dhe nuk di se çfarë ushqimi kam ruajtur për shpirtin. Jo, rehatia vërtet është rehatia shpirtore. Tani, kur folëm për diturinë, për vlerën e diturisë, për sevapet e diturisë, për atë gradat e larta, do thonë që folëm deri tani, dëgjoni këtë hadith që është shumë i rëndësishëm në të njëjtën kohë, hadithi Jabir ibn Abdullah që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu ilman nafi'a", luteni Allahun për dituri të dobishme. "Wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa", dhe kërkoni ndihmë Allahut të ju ruaj nga dituria e padobishme. Këtu tani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që dituria gjithmonë e mirë, por perceptimi i njerëzve, keqkuptimet e tyre bën që të ketë dituri të padobishme, ose këtë informacion e menaxhon keq edhe është i dëmshëm, ose fillon të interpretojë gjërat nga vetja e tij dhe jo nga që ka ardhur nga burimet kuranore dhe të haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që mos bim në fitne, ashtu si ran xhawarixhet, që mendonin se vërteta ishte me ata, madje shkuan deri aty sa të akuzonin Muawiyan, Aliun, Abdullah ibn Amr ibn al-Asin, ibn Abbasin, gjithë sahabët e ditur dhe të mençur me fjalë akuzonin dhe këta ishin më të mirët, që mos bim deri aty sepse kur kanë rënë ata, mund bim dhe ne. Atëherë thot pejgamberi se lutë Allahun që të jap dituri të dobishme dhe Allahu do të ndihmojë. Cila është dituria e dobishme? Gjithçka që vjen nga komentimet e ajeteve kuranore dhe komentimet e haditheve të profetit, nga transmetimet që kanë ardhur nga sahabët, tabiinët, pra 3 shekuj të fatlum, aty është dituria e dobishme. Edhe gjithçka që ti mendon se ke dituri për të, por nuk gjen burim në këto 3 breza, ajo nuk është më dituri e dobishme. Është për kufizim ky, nuk është se e nxorra unë, por është për kufizim, domethënë që e kanë përcjell ulemat brez pas brezi. Kurani, fjala e Zotit dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk mund kuptohen ndryshe vetëm se nëpërmjet transmetimeve të tjera nga sahabët, tabiinët, tabiinët, të cilat kanë ardhur për të komentuar fjalën e Zotit dhe fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj luteni Zotin gjithmonë: O Zot, më jep dituri të dobishme dhe kërkoj ndihmën tënde të më ruash nga dituria e padobishme. Dhe hadithi i fundit që mos fillon më shumë, ka edhe të tjera, po ta mbyll domethënë me kaq inshallah. Kemi hadithin e Buhariut dhe Muslimit nga Muawiya
i cili përcjell se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Nëse Allahu ja don hajri një personi, e bën atë të kuptoj fen. Ky hadith pastaj është hadithi më madhështor nga gjitha këto hadithe që përmenda sot. Pse? Sepse kemi dituri që quhet bollok informacioni. Unë e kam këtë informacion, por a e kuptoj siç duhet këtë informacion? El ilmu, informacioni i përgjithshëm është diçka, el fiqhu, të kuptuarit në atë që ti mësove është diçka tjetër. Andaj dhe pejgamberi sa më do të tregoj që në mesin atyre që mësojnë dhe studiojnë, nuk janë të gjithë njësoj, sepse një kategori e veçantë e këtyre, Allahu i bën të mundur ta kuptojnë fen siç duhet. Dhe që të kuptosh ajetin dhe hadithin, do me thënë se çfarë ka dashur Zoti të tregojë në një argument për argumenteve kuranore, ose pejgamberi alayhis salam në hadithet profetike, nuk është e lehtë. Është e vështirë, vetëm Zoti nëse të ndihmon. Por çfarë na duhet ne për mi kuptu? Kushti i parë është arabishtja. Për këtë thot Allahu në Kur'an: "Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun." Ne zbritëm Kur'anin në gjuhën arabe në mënyrë që ju ta kuptoni. Pra nuk kuptohet Kur'ani vetëm se në gjuhën arabe. Unë kam bërë një provë për këtë, thjesht ja ilustroj si shembull. Dhe ky ajet është në surën Yusuf, dhe këtë e thot në fillim të surës Yusuf. Sura Yusuf, po ta lexoni në gjuhën shqipe, të gjithë e kuptoni. Kurse përfitimet që përfiton nga ngjarja dhe kronologjia e ngjarjeve në surën Yusuf alayhis salam, nga historia e Yusufit, nuk mund të përfitosh vetëm se nga ajetet kuranore arabisht. Një fjalë vetme aty, me njëherë dalin 3 përfitime. Kurse kur shqipja nuk e përfshin dot arabishtën, ti e merr, ku diun, atë kuptimin e përgjithshëm, ngjarjen, edhe përfiton. Shiko se kështu kanë ndodhur dhe mu, kështu kam qenë dhe unë, kam pas dhënë vëllezërit e mi që më kishin zili dhe smirë sikur vëllezërit e Jusufit. Pra këto janë gjëra që të gjithë i kuptojnë pak a shumë. Por po të ndalesh në ajete kuranore specifike, shikon që vetëm nëpërmjet gjuhës arabe arrin të kuptosh gjëra të cilat ti nuk i kupton ndryshe vetëm se nëpërmjet gjuhës arabe. Ky është kushti i parë. Kushti i dytë pastaj është memorizimi. Të paktën ajetet ku kanë gjykime fetare të mësohen. A nëse mëson më shumë nga Kurani, ajo është vlerë mbi vlerat. Ashtu dhe hadithet që cilat përcjellin gjykime. Hadithet që flasin për besimin në Zot dhe gjykimet e fikut jurisprudencës islame. Mos jep gjeva pa i mësua ato hadithe, por prap nuk mjafton nëse i mëson përmendesh, por duhet të marrësh mekanizmin e duhur nëpërmjet të rregullave të usulit fikut se si kuptohen ato hadithe, pastaj fillon zgjerohet, domethënë dituria. Dhe jo siç bëhet sot që arabishtën nuk e din, Kur'an nuk e mësu, hadithe nuk e mësu, nuk din fare që shkenca hadithit, nuk din fare që shkenca usuli fikut, nuk din fare që janë shkollat juridike të cilat kanë ardhur me thellë kanë studiu fen, nga fillimi deri në fund dhe kanë dhënë interpretimet e tyre, kundërshtimet e tyre, domethënë çështja akademike dhe shkencore mes tyre, nuk i bër asnjë lloj studimi dhe në fund fare interpreton fen. Jo, nuk lejohet. Për te vlerës së diturisë, këshilla ime përfundimtare është që mbani gjithmonë një blok me vete. Një laps dhe shënoni. Asnjëherë mos gënje vetveten duke thënë që e majmen. Sa ditë përmendëm sot? Numroj, nuk i man men. Sa përfitime nxorëm, nuk i man men. Sa ajete përmendëm, nuk i man men. Atëre shënoj. A është e mundur ti mësosh, simas radhitës që i sollëm, mësoj, sepse do shkosh t'ja tregosh një personi që nuk ka qenë me xhilis, t'ja tregosh një familjarin në shtëpi, t'ja tregosh një shokut që ja don të mirën atij. Një hadith vetes, po themi të gjitha hadithet që përmendëm apo ajetet kuranore, vetëm atëherë do të jesh në shina të drejta, në shina të forta dhe në rrugë të qartë për me shkuar në kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu.